njeriu kur lutet dhe bën dua, zakonisht koncentrohet te përgjigjja e vet, te kërkesa e vet. Apo ti lutesh dhe don më të sjell çka është ka i të lyp. Por Allahu subhanahu wa taala shpesh herë nuk ta jep atë çka jetë lyp për ata çka është më e mirë se ajo çka jetë lyp. E ti nuk e di. Ti nuk e di se ti e lyp në bazë të diturisë tënde. E Allahu të përgjigjet në bazë diturisë vet. Andaj shpesh herë njeriu kur gutet dhe nxiton dhe bën një dua dhe nuk i vjen xhevabi, ai mendon se a nuk e meritoj, a çka bona, pse nuk u merr xhevabi, e kështu me radhë prej ngacmimeve që mund t'i ketë në shpirtin e vet. Atëherë, si rezultat të këtyre ngacmimeve, mund të kalon njeriu në përtaci. Si kalon në përtaci? Lutet, nuk e gjen xhevabin, edhe në fund çka bën? Në fund çka bën? Thot lej krejtë, s'pas ka për kësaj duaje, s'pas ka për kësaj lutje. Andaj kalon në përtaci. Për këtë arsye, minjëherë Imam Buhariu e ka mshel këtë derë, këti vesi të lik, çfarë ka thënë? Kapitulli atij cili lutet dhe kërkon mbrojtje te Allahu që mos ta kap përtacia. Pra mos ta kap përtacia nga adhurimi që ai po mendon se nuk po i realizohet. Qëse lutja zakonisht pritet xhevabi, e kur s'vjen xhevabi ti mendon se nuk e ke krye detyrën. Thot Imam Buhariu rahimahullahu taala, thot se nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është transmetuar duaja në të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith, dhe këtë hadith e ka nxjerrë në Sahihul Bukhari, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga përtacia. Kesel çfarë është ndërum xhamat? Kesel është pamundësi e brendshme, jo pamundësi e jashtme. Kemi dy lloj pamundësive. Kemi pamundësi të jashtme, edhe kemi pamundësi të brendshme. Për shembull, ti ka mundësi të duhet një punë, po s'u ne ban. Dhe kjo pse s'u ne ban, është për shkak rrethonave të jashtme, se s'janë mundësit. Do me blen diçka çka është e shtrejt, po ti s'ki parët, po s'u ne blen. Don me arrit një punë, po ti s'mundesh me base nuk janë rrethonat. Por këtë arsye ka mundësi një punë mu të pengu se ti nuk ki mundësi të jashtme. E shpesh herë ndodh ti do me bo një punë ose duhet me bo një punë, mundësit janë nuk të pengon kur gjo, po ti priton. Ajtë kush e ban. E pri qësoj ka kërku mbrojtje pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pri cilës ka kërku mbrojtje? Ka kërkuar mbrojtje nga pamundësia e brendshme. Kur ti të mungon vullneti, kur ti thue, kur ti kush të pyet pse se bane, e lash, pritova. Të ndërum xhamat, me bë dua. A duhet me ngrej shumë kilogram? A duhet me pas shumë pare? A duhet me pas për mi ngrej durët e Zotit xhelel xhelalu? Çfarë duhet? Kur gjon shumë e thjesht durët e tua vet. Veç mirit Allah subhanahu wa taala. Ka një herë aq e rënd bëhet ky adhurim saqë bëhet më e rënd se me ngrej gurt mëlloj. Ma let i vjen një njerit shkambim me bajt, tulla me bajt, prej anë e këne, a mi thonë qoj durt, apo e ke bajt njeri u qënë pak sekunda dhe i ull. Pse? Sepse ka kesel, përtaci. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam kërkon dhe mbrojtje. Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde, të më largosh mu përtacin, nuk du më kanë përtac. Dhe përtaci i hum mundësit, i hum shansët për shkak fajt vet, jo për shkak fajt huj. E kjo dallon. Ka mundësi dikush pengohet për një vepre, pa s'ka faj. Që s'munësh me e bo, s'munësh me arrit, por ti don me e bo, s'ki mundësi. Atar kjo është Allahu subhanahu wa taala arsyetume. Mirë, por nëse ti ki mundësi, ti ki mundësi mu fal, ti ki mundësi me bo vepra të mira, ki mundësi mu lut, ki mundësi me mbajt lidhjet faravisnore, ki mundësi një varg punëve mi bo. Dhe me steje dhe këtë në punë veç mu që me bo, kur gjës pengon, dhe ti nuk i ban. Andaj kjo është përtacia, ka kërku mbrojtje pejgamberi alayhi salatu wasalam, nga përtacia, dhe përtacia është e keqe. Dhe që i shtoti Ibn Qayyim el-Juzeyy përtacin atë familja vetë se do. Përtacin dembelin, as familja vetë se do, se ja shohin khairin. Nuk ja shohin khairin. A para me një njeri për shembull, han shtëpi, pin shtëpi, veshët, e shfrytëzon krejt komoditetet e shfrytëzon, por kur gjë nuk i kontribon asaj familje. Nuk e dojnë. Apo zakonisht njerëzit, bro,
kanë shprehje të rënda për njerëz të cilët janë dembel, nga se e shohin si shfrytzues të begative pa kontribut. Dhe kjo e ban neveritshme raportin mes njerëzve. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam: o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga përtatësia. Pastaj ka thënë wal maghram. Dhe pastaj ka thënë kërkoj mbrojtjen tënde nga borxhi. Mirë, dietarët kanë thënë këtu nuk ka për qëllim borxhin, sepse borxhi në bazë halal. Dhe nuk kërkohet mbrojtje nga borxhi. Pra mi lip dikujt ti, mi lip 100 euro borxh, me akthi për 1 muaj, për 2 muaj, për 5 muaj, kjo nuk ka haram. Këtë e ka leju shariati i Zotit xhelel xhelalu. Atar çka ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu, dhe ka përmend borxhin, pra e ka përmend nga atë lloj borxhi që në kthen. Pra Allah më ruaj nga ngarkesa e borxhit që s'po muj me kthi. Pra mos u mbjerr deri në atë pikë që të kem borxh e s'e kthej. Pra nga kjo pjesë ka kthi. Pse? Sepse kjo pastaj mban me humbë edhe besën, fjalën, njerëzit mundën me të keq kuptue. Ndoshta ti për një mas ki mujt me kthie, por njerëzit pastaj i morin disa fotografi tjera që njerëz kanë pas mundësi mi kthi borxhet dhe si kanë kthi, dhe ti ngjesin tyje. Ekso më radh nga paragjykimet e njerëzve. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: kërkoj mbrojtjen tënde nga paaftësia për me kthi borxhin. Dhe kjo është një lloj paaftësie. Apo, është një lloj paaftësie. Disa dietar kanë thënë është për qëllim gjunahi, barra e gjunahit. Pra o Zot mos më ngarko me diçka për gjunave të cilat do të bëhen shkak për me më zhyt mua apo për me më degradu. Pastaj ka thënë wa'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal. Ka thënë dhe kërkoj mbrojtjen tënde, kërkoj të më ruash nga fitneja e Mesih ad-Dajjal. Mesih ad-Dajjal është fitne e veçantë. Tani nuk e kemi temën tonë nga Imam Buhariu, këtu e ka sjell vetëm këtë dua për ta lidhur me përtacimin, mirë po e ka përmend këtë hadithin. Nëse ne do të flasim me lenin Allahu te bareke ve teala, nëse na mundson Zoti xhelel xhelal për Dajjalin, çka është Dajjalli, kush është Dajjalli, pse ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salam për Dajjalin dhe ka paralajmëruar çdo pejgamber te populli i vet për fitnën e Dajjallit. Dajjalli është njëri mashtrues, rënacak, i cili do të sprovohet fillimisht vet nga ana Allahu subhanahu wa taala me disa prej mundësive që do t'ja jep Zoti i Madh te bareke ve teala, pastaj do të bëhet edhe sebeb për të sprovuar njerëzit. Pra do të jetë i sprovuar vet dhe do të sprovon njerëzit. Pra e thjesht sikur që kemi Dajjal prej xhinëve, që është iblisi, shejtani i mallkuar, dhe kemi pastaj edhe një fitnë e madhe që do të ndodhë njerëzimit, dhe ajo është Dajjalli i njerëzve, ku do të binë në fitnën e tij një numër i madh për njerëzve. Nga kjo fitnë ka paralajmëruar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ka kërkuar mbrojtje pejgamberi alayhi salatu wassalam nga fitnia e Dajjallit. Ka thënë a'udhu bika min fitnatil masih ad-Dajjal. Kërkoj mbrojtjen tënde o Zot, të më ruash nga fitneja e Dajjallit. Dhe kjo është temë në vetvete. Pastaj ka thënë wa'udhu bika min adhabin nar. Dhe kërkoj o Allah që të më ruash nga azapi i zjarrit. Nga azapi i zjarrit. Dhe shiko këtë lidhshmëri njëra me tjetrin. Përtatësia, borxhi, qoftë borxh i parave, qoftë i gjunaheve, pastaj fitneja e Mesihit të gjallë, pastaj xhenemi. Ai cili o përtac me mësu fen e vet, ai cili është përtac mu lut, ai cili është përtac mu fal, ka meron borxh, ka meron ngarkes, ka meron gjuna. Ky i cili bjen gjuna ka mundësi mu sprovu me Dajjallin. Sa i vjen thot unë ta heki borxhin, sa i kije që kaq, unë ta heki, e të liroj piksajra. E ti donë mu liru shpejt, a nuk e di se rruga është e gabuar. Dhe shpesh e ndorë që i shtot që i khul islamu të imje, me pas Dajjallat vogël, të cilët ta japin ti një ofert, dhe ti mendon se po del pi krize, e futesh griza le matë madhe. E pastaj përfundimi i kitë ti zinxhiri është zjarri i xhenemit. Zjarri i xhenemit i cili është ndëshkimi më i madh që mund ta përjetoni njeri. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu t'i liron qafat tona pe zjarrit e xhenemit. Kjo është ajo të cilën e ka përmend Imam Buhariu në këtë kapitull. Pastaj e ka sjell edhe një dua tjetër nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se ka dëgjuar pejgamberi alayhis salatu wassalam duke thënë në hadith: "Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yata'awwadhu min sharri al-mahya wal-mamati wa 'adhabi al-qabr wa sharri al-masih ad-dajjal." Thot Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam
kërkonte mbrojtjen e Allahut. Dhe vini re të nderuar xhamat. Hadithi i parë, hadithi i dytë. Dhe këtë këtyre lutjeve ka qenë pejgamberi i Zotit, i dashmi i Zotit. S'ka njeri në dunia që Allahu e don më shumë se Muhamedit alayhi salatu wassalam. S'ka njeri që Zoti e ka zgjedh më shumë se Muhamedi alayhi salatu wassalam. S'ka njeri që Zoti i ka dhënë pozitë, nam, fam, grad më shumë se Muhamedit alayhi salatu wassalam. S'ka njeri që ja ka sos punë Muhamedit si Muhamedit alayhi salatu wassalam, Zoti jon te bareke ve teala. Megjithatë, Muhamedi sa nuk i kanë nal lutjet. Shikoj por ato kanë ta'awad. Kanë an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ai thoshte, lutej, kërkonte mbrojtje. Për çfarë arsye? Për ta mësuar umetin e tij që nëse unë lutna, ju çka pritni? Thjesht, unë po lutem, ti çaj të prit. Mu Zoti mrun me shpallje, mrun me Xhibrail alayhis salam, dhe unë po lutna vazhdimisht. Po ti atë zbrat ti Xhibrilin? Jo. A ki mbrojtje qellore? Jo. Po pse nuk lutesh? Dhe si këtë janë mësime nga pejgamberi alayhis salam. Çdo vepër e tij është mësim që njeriu duhet të dinë çfarë po bën. Lutë mos e nal asnjëherë lutjen drejt Allahut subhanahu wa taala. Thotë Abu Huraira radhiyallahu an, pejgamberi alayhis salam kërkonte mbrojtjen e Allahut për çfarë? Nga sherrri i fitneve të jetës dhe të vdekjes. Ja, jeta ka fitnë të veta, sprovat të veta, vështirësitë të veta. Dhe në to ka sharr dhe hajër. Pejgamberi sa bën të dua, o Allah, më ruaj nga sherrri i sprovave të kësaj bote, nga sherrri i jetës dhe nga sherrri i vdekjes. Ka thënë dietarët se çfarë është sherrri i jetës dhe sherrri i vdekjes? Sepse ka mundësi të jeton dhe njeri gëzohet, thotë i bona kaç, i bona këto, ajo sherr për ta. Sepse ajo nuk kontribon në imanin e tij, nuk kontribon në adhurimin e tij. Dhe gjithçka për jetës kësaj bote që nuk ta shton imanin, ajo ato ta ul. Në dyja. O të shtu imani, o të shtu kush? O që të shtu degradimi. Njëna për dyjave. Edhe sprovat e jetës, o ta shtojnë imanin, o ta shtojnë çfarë? O ta shtojnë tyje ulën. O këtë asyje pejgamberi alayhis salam kërkonte mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Çfarë? O Zot, më ruaj nga sherrri i sprovave të jetës dhe sprovave të vdekjes. Sepse kemi sprova të kësaj bote dhe kemi sprova të cilat vijnë pas vdekjes. Prej se të futet njeri në varr, ka sprova dhe sprova një pas njëshme. Një pas njëshme. Prej sualit, të marrin sual, të marrin pyetje për Zotin tanë, për pejgamberin tanë alayhis salam, për fejen tanë. Pastaj gjevabin çu shejep, pastaj ndëshkimi i varrit ose shpërblimi i varrit, pastaj sprova e ringjalljes, e daljes para Zotit dhe pritjes së gjatë se çfarë do të jetë ardhmëria jote, këtë kjo është sprovë. Ka kërku pejgamberi alayhis salam mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë, o Allah, më ruaj nga azapi i varrit. Stacioni i parë pas së jete është varri. Njerëzit zakonisht çfarë thonë kur ka vdek dikush? Ka liruar. Kanë liruar dhe me pikë i bote. Mirë po pejgamberi sa çfarë kërkoi mbrojtje? O Allah, më ruaj nga sprovat e jetës dhe sprovat e vdekjes. Nuk do të them se vdes edhe lirohesh. Jo, ka mundësi vazhdon herës. A që sprovohesh Allah më tepër se këtu çka e sprovuar. Plot për njerëz thotë u lirua. Rahmetlia u lirua pikë se ai mendon se sprovat e jetës së tij janë kulmi i sprovave. Sikur që i dëgjojmë njerëzit. Çka jam sprovuar në njeta, kur kush dunja sa sprovuar. Allah se ki pas provat. Ti s'kin xhenam ka dalë prit. As kin vor ka dalë. Nuk janë çfarë sprova janë? Sprovat e jetës na i dina. Sprovat e jetës na i dina. Për këtë arsye, pejgamberi alayhis salam kërkonte lutje në lutjet e tij, mbrojtjen e Allahut nga sprovat e kësaj bote, nga sprovat e pas kësaj bote. Pastaj çfarë ka thënë? Dhe stacioni i parë i pas kësaj bote, i cili është varri. Ti je në këtë dunja, ama nuk je. Në varrin e kin këtë botë, ama si në këtë botë, s'u jeton. Po njerëzit thonë çej filani ku e ka varrin. Po filani varrin pas ka këtë dunja, po nuk ka këtë dunja. Atë ka thënë, më kërkoj mbrojtjen nga dënimi i varrit, mos u dënon varr. Mos më dëno në varr. Dhe pastaj ka thënë, më ruaj nga sprova dhe sherrri i Mesihit Dejjalit. Më ruaj nga sprova e Dejjalit. Kjo është prej lutjeve që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.